manipulohet me çështjen e një lloj marrëveshje mes Jugosllavisë dhe Turqisë moderne pas rënjes perandërisë osmane për dëbimin e shqiptarëve. Çapëshë, Turqia ka bërë marrëveshje me shkijet që shqiptarët mi dëbu atje. Bukur, cila Turqi ishte? A ishte Turqia islamike, a ishte Turqia laike nacionaliste? Jepëm përgjigje. Ti apo ma lavdon Ataturkun? Po në kona Ataturku të bo që ke marrëveshje. Ataturku e lëvdoj islamin. Në më thonë, qeveri nuk ishte islamiste, po themi. Nëse ju e lavdoni atë qeveri laike dhe nacionaliste, pikëris që e qeveri bëri marrëveshje me mbretërinë kroate, serbo-kroate, slovene dhe edhe qëfar bëri? Kjo është një çështje tjetër. Qëfar bën shkijet këtu Sërbët? Sërbët thanë, popullsinë turke na po e deportojmë në Turqi. Popullsinë turke po e deportojmë në Turqi. Dhe laikët dhe nacionalistët e pranuan këtë duke menduar se këta janë turq. Të njëjtën gjë. Sot, a e keni pa narrativen e lëvizjeve anti-islame që na thojnë, ju jeni turko-arab, s'keni vend nga këtu. Edhe thot 70% ju jeni aziatik edhe duhet me lonë këtë vend. Kështu thonë. Kështu thot ai njëri ju i cili e ka lëshu tokën e vetë për kish. Në vështëri, në rrethinën e vështërisë. 70% do në mi largu prej teritorit tonë. E ti qka kime met me 30%? Jeni tu qu ujnë mullirin e armikut, o njerës. Andaj kujdes me këtë gjë. E pastaj, nuk u bët deportimi madh në periudhën e parë, sepse ishte lufta dytë botërore. Pastaj në kohën e Rankovicit, qka u bë? Në kohën e Rankovicit, pastaj kishte presionet mdhaja ndaj shqiptarve. Këtu. Dhe u detyruan shkojnë në Turqi. Pse po më shitësh edhe nuk po don me kuptu, apo me qëllim s'po do me kuptu, po në kohën e ish Jugosllavisë, në kohën e Miloševićit, çka bën shqiptarët? A u larguna, shku në Evropë. Pse shku në Evropë? Shkaku i presioneve të mëdhaja prej shkive. Shkaku i presioneve të mëdhaja nga Serbia, nga Miloševići, qeveria e tij. Dhe shqiptarët sot i kinë në Evropë. Një dyqan nëse ka desht me qel me hap, në Kosovë s'ka mujt me qel me hap. Një biznes ka pas presion për shkive. Vesh një çështje politike nëse është munduar pak ka qenë kundër qeverisë, kundër politikës atëhershme, shkive është arrestu apo është edhe vra, edhe është dashur mu largu shqiptari prej Kosovës me shku në Evropë. E po të njëjtën gjë e kanë bën kohën e Rankovicit, disa prej shqiptarëve që kanë shkuar në Turqi për shkak të dhunës sistematike që e kanë bë, shkijet Jugosllavia e Titos. Unë do të më ditë të sa në vëlla.